Ka diçka pothuajse magjike në të parët e njerëzve që evolojnë ndërsa plaken. Disa njerëz duket se bëhen me fat me kalimin e moshës, qoftë në dashuri, financë apo karrierë. Sipas astrologëve, 3 shenjat të zodiakut tërheqin fat të mirë më vonë në jetë. Ndërsa lën pas rinin dhe plaken, mençuria e tyre thellohet, vetbesimi i tyre forcohet dhe universi duket se rreshtohet në favor të tyre. Demi shpesh shihet si kokë fort, por kjo energji e qëndrueshme dhe e bazuar shpërblehet bukur me kalimin e kohës. Ju keni tendencë t'i kaloni vitet e rinisë duke mbjellë fara dhe këto përpjekje përfundimisht lulëzojnë në stabilitet. Në të 50-tat dhe 60-tat tuaja, shumë nga ata që dikur kërkonin vështirësi tani vinë më lehtë. Ju tërhiqni mundësi më të mira, marrëdhënie më të thellë dhe një stil jetese më të rehatshëm sepse keni ndërtuar një themel të fortë. Durimi juaj më në fund po shpërblehet. Peshorja. Shpesh e kalon pjesë më të madhe të jetës duke përpjekur t'i mbash të gjithë të lumtur, ndonjëherë në kurrizë të qetësisë state mendore, por ndërsa plakesh zbulon rëndësinë e të thënit jo. Ky ekuilibër i ri sjell një lloj fati që duket pothuajse i destinuar. Marrëdhëniet e tua përmirësohen, financat e tua stabilizohen dhe fillon të tërheqësh njerëz dhe mundësi që të mbështesin vërtet në vend që të shterojnë. Në vitet e tua të arta zakonisht përjeton një jetë mbushur me harmoni, bukuri dhe fitore të vogla, por domethënë se që e bën jetën e përditshme më të këndshme. Luanët plakën si vera e mirë, ndërsa vitet tuaja të rinisë mund të jenë plot me sprova dhe gabime, më vonë në jetë ndodh një ndryshim. Ju ndaloni së shqetësuar për atë që mendojnë të tjerë dhe filloni të përqafoni veten tuaja autentike. Atëherë fati juaj fillon të lulëzojë. Mundësitë lindin sepse vetbesimi juaj bëhet magnetik në vend që të jetë tepërt. Qoftë një karrierë e dytë, një romancë në fund të jetës apo ndjekja e një projekti krijues të lakmuar, shpesh përjetoni një shpërthim fati të mirë, pasi pranoni plotësisht se kush jeni.